أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Falënderimet janë për Allahun Zotin e gjithësisë. Mëshira Allahut qoftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi të gjithë ato të dashur besimtarë dhe besimtaret që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Mëshira Allahut qoftë edhe për mbi të gjithë ju. Allahun e falenderojmë që na mundsoi të falim namazin. Nga dhuntit e mëdhoja që Allahu xhelle xhelaluhu i ka dhënë robët në dynja, është pikërisht atyre që falin namaz. Apo se të thënë jam të ngjashëm me pejgamber të Zotit. Të ngjashëm me pejgamber të Allahut. Sepse ata nuk ndahen asnjëherë nga namazi. Për gjithë shka e falenderojmë të madhin Allah xhelle xhelaluhu. Edhe sonte kam marrë një ajet në një kapitull të shkurtër të Kur'anit që Allahu xhelle xhelaluhu i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe si shkak i zbritjes së këtyre ajeteve është vanesa e shpalljes. Vanesa e shpalljes është shturtësi e Zotit xhelle xhelaluhu. Pse ju vënë disa kohë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por këto njerëzit e asaj kohe, përfshirë Ebu Lehebin, bashkëshortja e Ebu Lehebit, filluan të thonë që të kalon ai dashuriot për Allahun xhelle xhelaluhu. Të kalon. S'po të bie më shpallje. Edhe Allahu xhelle xhelaluhu pra sjell këto ajetet në surën Duha. Edhe betohat atë. Mirë po mundson e mora një ajet që është pak më poshtë. Edhe ajeti thot wa wajadaka dallan fahada. A nuk gjeti Allahu të paudhëzuar edhe të udhëzoj. Pra i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por normalisht të gjithë ne ishim pa udhëzuar, pa drejtuar. Allahu xhelle xhelaluhu na drejtoi. Me fuqinë dhe kuvetin e tij, çdo ditë drejtohen njerëz. Dhe kur themi me u drejtu, me udhëzu, do të thotë që nga njëri me cilësi njerëzore, me cilësi kafshë, se si që hanë kafsha, hanë dhe njeriu. Edhe bile thotë që njeriu është shumë më i pisë se sa kafsha. Shumë më i pisët. Atëherë çfarë bani më dhe Zot xhelle xhelaluhu? Ja ngren gradën, por mas pari duke udhëzuar, se kur themi janë ngren gradën nuk është qëllimi me e bën mbret, me e bën deputet. Por i ngren gradën duke udhëzuar. Edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pra Allahu e mbrojti e drejtoi bash aty ku duhej për zbritjen e shpalljes. Ne lutemi vazhdimisht në një kapitull të Kuranit që quhet ndryshe suratul Fatiha. Edhe në atë kapitull themi ihdinas siratal mustaqim. O Allah, na udhëzo në rrugën e drejtë. Na përforco, na udhëzo, na drejto, na mbro në rrugën e drejtë. E kush është rruga e drejtë? Është pikërisht ajo rrugë që patën pejgamberët e Allahut, shokët e ndershëm të pejgamberëve të Allahut, edhe gjithë gjeneratët që kanë ardhur që e kanë ndjek pra pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra themi ihdinas siratal mustaqim. Pra lutja e parë që ne bëjmë nuk themi o Allah na pasuro. Ka dhe jetë të tjera me të cilat Allahu xhelle xhelaluhu na thot lutu që të kesh mirësi. O Allah na jep mirësi në këtë botë, edhe në botën tjetër, në ruaj nga zjarmi i xhenemit, por ato që të na japësh në këtë botë,
na jep si mirësi që t'i kemi edhe në ahiret. Edhe, pra herën e parë themi mu drejtu. Mu drejtu do të thot mu ba insan. Insan. Pra njeri është tjetër, insan është tjetër. Ky insanit është ka hyrë rrugë të Zotit. Edhe ky është largu komplet nga cilësit kafshërore të shti. Ky me gjithmen harën dhe jeton, Allah i ka dhënë logjik pastër, i ka dhënë imanin, i ka dhënë besimin, edhe ky ka shku naltime. Nuk është më vetëm hap bukë e bjerë gjumë. Allahu na ruaj. Pra shumë njerëzve ju shkon domethënë jeta 60 vjet, 70 vjet, 80 vjet, edhe na ka shku dëm thot. Kot kishte qenë kjo jetë. Dëm i ka shku. Absolutisht asnjë lloj leverdije, asnjë lloj gjoje. Vetëm ka hangër edhe ka ra gjumë. Bile ma keq se grada e kafshës, pse kafsha është në dispozicion të trupit. E ushqen, i merr ato produktet dhe nën produktet e tjera që ka mishin, lkurën, qumshtin, e përdor për të hecë kalin për shembull. Pra, njeriu bi ma keq. Edhe shkalla më e ulët e njeriu është kur mohon edhe Zotin xhel xhelalu. Pra, këtij nuk i theret më insan. Ky është njeri i kthehen kafsh. Edhe me të vërtetë Allahu xhel xhelalu i dënoi i ktheu majmun dhe derra. Disa mohues. Në majmun edhe në derra. Pra njerëz janë këto. Edhe kur themi që më u bë insan, do thot njeri tash që kompletohesh. Edhe po u kompletove me besim, atëherë vjen dhe moralet e larta. Moralet që kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra ky njeriu që quhet insan, ky mendon shumë pak për veten, edhe shumë për njerëzit e tjerë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ngriti kaq lart këtë lloj njeriu, sa që lat hadithin e famshëm, që shumë njerëz në botë kanë mësu, edhe ato që s'besojnë Zotin. Këtë hadith e kanë mësu. Edhe kur kam marrë në këtë zonë këtu, i kam gjetë njerëzit që gjithë e dishin këtë hadith. Por e dishin me i formë, më të zbukuro me pak. Çfarë thoshin? Për shembull thotë kur e prefi diçka i kuj, i diçka kështu, ose e ke atë keqen, ktheje nga vetja herë. E durokni, mos ani provoj edhe ka tjetri. Pra çfarë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Duaj për tjetrin atë që don për vete. Ky është insani, kulmi i insanit. Ky është më i miri prej njerëzve. Që dëshiron për tjerët atë që dëshiron për vete. Dhe nuk e dëshiron për tjetrin atë që se dëshiron për vete. A dëshiron të që të poshtroj dikush, të shënderoj, që të mori pasurinë, që të mori shtëpinë, të mori tokën. A dëshiron, nuk dëshiron. Pra, të njëjtën zemër ta kesh edhe për tjetrin. Ky është kulmi i këtij njeriu insan. Një herë një njeri ka qenë diku rreth moshës 20 vjeç dhe ka shku tek një profesor i madh i asaj kohe. Edhe i ka thonë, do të marr një drejtim. A mund të ndihmosh, i thot, ku mendon që të futem, çfarë degë të marr? Ai i thot, merr degën e insanit, thot. Sepse në këtë degë, thot, do kesh punë sa të dush, edhe në këtë degë, thot, nuk do të kesh konkurrencë madhështore. Nuk do të konkurrojë njëri, pse njerëzit do të morin rrugën e shejtanit, edhe do të jesh thuajse i vetëm. Bëhu insan, tha, studio tha që të bëhesh insan, se në këtë degë nuk do të kesh konkurrencë. E sakt.
A keni dëgjuar ju që thonë, po ai s'ishte njeri. S'ishte njeri. Pra një njeri ka plagos me thik, Hazreti Umerin në xhami. Po ky llogaritet kë njerëzit. Një video tjetër e pashtë është e ka shoqëruar te besimtarin një djalë i ri në xhami. Nuk i ka 2 ditë kjo që ka ndodhur. Edhe e nxjerr atë thekën, edhe ja ngul këtij besimtarit derisa e mëti në xhami. Ky djalë i ri. Pra deri këtu shkon ajo epshi shtazarak. Po më tregojnë për një njeri tjetër që domethënë kishte urrëti për të hëngur mishin e njerëzve. Për të hëngur njerëzit gjallë, mishin e robit. Pra si që hanë mishin e vigjit apo deles që Allah e ka bë halal, mishin e njerëzve. Diku kënej nga Belgjika ka zbulu, e ka therë, e ka fut në frigorifert, to e hangër. Pse themi, ihdina sirat al-mustaqim. O Allah uzona, drejtona, përforcona në rrugën e drejtë. Edhe Zotja me shiroft atë profesorin e nderuar, që i ka thonë futu kësaj degës insanit. Bëu insan, se s'do të kesh konkurrencë. Edhe me gjithmen, në veprat mira, nuk ka konkurrencë. Je i lirë, puna sa të dosh. Pse pak do të ndjekin. Pak. Shumë pak. Allahu xhelle xhelaluhu thot, fa aktharuhum la yu'minun. Shumica e tyre s'besojnë. Pra janë njerëz, janë shurdha, janë me meca, bëjnë shkatrime në tokë, të gjithat këqijat. Shumica e tyre thot nuk besojnë. Shumica e tyre mohojnë, shumica e tyre përgënjeshtrojnë. Të gjitha, pra janë cilësi njerëzore këto. Nërsa ky që mu bëjnë son, ndryshon nga të gjithë këto. Kështu ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kështu ishin shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe unë po them o Zot, edhe ne na ndihmo që të hesim rrugën atyre. Na përforco, na udhëzon ne që të hesim rrugën atyre, se Allahu xhelle xhelalu me të vërtet ja u dha xhenetin akoma pa dalë prej kësaj bote. Allahu na udhëzoft e na drejtoft në gjithçka që e fitojmë kënaqësinë e Zotit.